Fshihte lëndë narkotike në magazinën e lokalit dhe i ndante në doza për shitje, vihet në pranga 38 vjeçari, sekuestrohet një sasi kanabisi dhe kokaine. Seksioni për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, në kuadër të veprimeve operacionale për evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, pas administrimit të mëjeshëm të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore se një shtetas posedonte lëndë narkotike me qëllim shitjen, organizoi dhe kreu kontrolle në një ambient që shërbente si magazin, pranë lokalit në administrim të tij, si dhe në banesën e tij. Si rezultat u kap dhe u arrestua në fragancë shtetasi me iniciale LL 38 vjeç, banues të Vlorë. Gjatë kontrolleve në magazin dhe në banesën e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi me lëndë narkotike, kanabis dhe kokainë, të cilat ky shtetas dyshohet se i ndante më pas në doza me qëllim shitjen e tyre. Materialet procedurale u referuan në prokurorim pra gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë njofton se specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Imar arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale IN, 45 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë inxhinier teknik i një firme ndërtimi që po kryente punime në zonën e Palasës. Nga veprimet e para hetimore rezulton se ky shtetas më datë 5 prill 2025 ka lejuar derdhje në det të ujrave me përbërje të panjohur nga zonat e punimeve ndërtimore, duke shkaktuar ndotje të gjirit të Dhrales dhe prishje të ekuilibrit ekologjik në këtë zonë bregdetare. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale KL 34 vjeç, banues në Vlorë, pasi është konstatuar nga shërbimet në rrugën Dimitër Konomi duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.